Mirë mbrëma miq spektatorë dhe miq të studios son Podcast Essence. Sonde rifillojmë emisionin tonë në këtë studio, por përpara se ta komentojmë desha të bëj një falënderim sepse ajo që mundson dhe ristartimin ton IBC Channel, e cila ka një shtrirje të gjerë kablore, pra e mundson transmitimin e tillë dhe bashkëpunimi me këtë firmë prestigjioze na lejon hapësirën ku ne jemi më të fortë, më të suksesshëm mënoj dhe bashkëpunimi jon do të fillojë e do të marroj ndoshta shumë gjatë. Prandaj mirë se erdhët edhe një herë, edhe sonde kam kënaqësinë ta filloj këtë emision me një mik timin të vjetër, i cili nga mënyra e punës së tij, nga durimi, nga profesionalizmi, nga qytetaria, ka sjell një risi për qytetin ton, ku unë padyshim do t'i tham dy fjalë sepse i takojnë edhe Lëdor Albania e Bet Vjerës, që i dha dritë, shpirt e shpresë, solli gëzimin e muzikën dhe zemër, atyre që jeta ju dha me pikatore, e Bepi në pentagramin e durimin e tij i ngritin këmbë me durim aftësor, duke i kthy plotësisht në notat e melodisë jetësore. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe Bet Vjerda. Mirë se u gjeta në studion tuaj. Kënaqësi e madhe që të kam këtu dhe falënderim nga zemra, nga unë personalisht, po më merr mendja edhe nga marrë qyteti i Shkodrës për punën, për durimin, për profesionalitetin që janë gjëra të cilat jo gjithkush mundet me i bë, e prandaj unë e kishe si detyrë sepse ti punon shumë, po faktikisht i ik medias, i ke hub medias, pra ke punë shumë e fjalë pak. Kënaqësia është edhe jemja. Për me fillu filën tem, unë kishe me dasht me ditë Lëdor. Kjo ka me si shtamp edhe është, si thojnë, nofka, po e quj me grupi që ju keni pru deri sot në këto ditë. Si u lini ideja për me kriju një grup tillë, ose qakje, si thojnë, qakje ja shkëndia, sepse mund është se ti e mjeshtër dhe ke stërvit, se sa për djeni Bepi i bjen edhe kornos, i bjen edhe kitarës, i bjen edhe zumores të cilat e po i shtjellojmë gjatë emisionit, por stërvit edhe fëmijë, edhe ka qitë disa talenta ku shumë për e të kanë marrë pjesë në përshfaqjet e mia, por aja që deshta me ditë unë edhe për hir të edhe të spektatorit është se si të lini ideja për me kriju grupin Lëdor me njerëz që janë ndryshe në kuptimin e saj, jo krejt normal, por apo janë me veti tjera, me veti ndryshme të cilat dojnë mund edhe dorim për mi bë. Kjo do të ishte ndoshta me interes si fillim. Në vitin 2005, një ditë bukur, Kastriot Fasi më nali në rrugë dhe më tha, Bep kam bi fjalë me ju. I tha shorna, tha, si është puna? Më tha, kam qef, tha, me kriju një band, tha, që më kanë ardhur, tha, disa instrumenta prej Norvegjiet, një falë bake që është atje në Norvegji. I thash, po unë, si më thanë, s'kam bakë dhe i veprimit kur... Po jo, se ti për banda për të zetë, një hështë të ke kriju banda, po... Jo, ti e di se e banë se je kështu, je ashtu, je pëntore, kja dënë vetën punë, kja dënë servizitet. Po kja banda që në kuptimin e mirë fjallë, banda që te afroj Kastrioci, ishte, do më thonë, ashte perceptu me prej Kastriotit, edhe veglat ishin apostafat për këto fëmijë me zhvillim ndryshe? Po, ky Fal Bake që po flas vetën është kryetari i kësaj i bandës në Norvegji. Në Norvegji ekziston një ditë. Në Norvegji dhe ky është i lidhur me norvegjist. Pra, kjo është. Dhe ky një ditë bukur i ka thënë që kemë kriju një band, i ka thënë kjo Kastriotit, dhe Kastrioti më zgjolli mua që thash më dolim në rrugë atë, më tha, ti e bën tha. Thash, fali thash, po unë s'jam marrë, thash, kur s'ka seriat me këtë punë, e di tha se e ban, tha, para ne do të him punë, tha, për me fillu bashkë. Dakord. A thuti që e bëj edhe marrë ja punë. Si numër kja lloj formacionit, pra, ka në numër të caktuar, apo janë të domën bashkë të instrumentave që do të ekzekutojnë me fjalë? Veglat kishin ardhur, ishin amati në veglat shumë të mira, profesioniste, sepse kjo lotërari herë kryesor për bandën. Ty pas parasysh se këto ishin vegla profesionale, kanë edhe një si tip numrit ata, të gjithë kanë numër atë. Dhe ky që banë ky,
fal bake. Ky kape grumullon vegla të cilat prej të zot. Një prej tyne ka deka, nuk e ka ma qef hiq instrumentin e tjerë. Ky i grumullon dhe ky i shpërdan nëpër pika ku dohet për me kriju banda me këto njerëz. Dakor, motivi është njerëzor se Suedia ka tjetër standardihet e punë. Norvegjia. A Norvegjia, pa vendet e ulta janë bukur, edhe e kam fjalën ta e kanë institucionalizume, edhe po doshin mja përgjab me na dhonë si llorat me mujt me e zhvillu, pavarësisht se çfarë rrethanash, po kjo është ide jashtëzakonshme, por në sensin, prandaj pyeta unë, numri dhe veglat e bandave janë pikërisht për këta personazhe, Kjo është e vetmja bandë që mund të tham edhe në Europë. Unë kam pa shumë banda, më kanë qullë për specializim në Norvegji, por unë po filloj shkakun fillimin e kësaj bandet. Kam shku në klasën dhe i kam ba ata vetëm për me më rash plake, si rahi vetë. A edhe ai... Për se të shkojmë falë betë derët, se i kam në pytje edhe nështë në i pytje jetë ma dje këqysh në fillim. E kam fjallën edhe herë, idenë pra pruni kastrioti bashkë me vegla. Bani ty propozimin. Atëherë, ti e more si të mirë qenë edhe ishte puna me fillu punën të. Pa hitë historiko, më kupton? Ti e more si të mirë qenë edhe të doli si të tyrë për me kriju. Po për me kriju, këte duhet i herë vendi ku do të blidhen. Duhet numri njerëzve. Duhet atëherë ti me shetit, se na nuk e dina, asun se di që kam le rejnë Shkodër, as ti besoj se nuk e ke di që ka njerëz të tillë, me zhvillim ndryshe, pra nga dalëshe me tjera, që munden më mledh për me e ba bandën një herë. Unë s'kam ditë se ka dhe Shkobël, 30 që se kam ditë. Ka kanë Shkodër kjo? Ka është në Shkodër edhe ka kanë në atë kohë. A pas ka kanë Shkodër? Aty na kena ba prova, aty kanë kanë materiali i parë me fjalë që unë jam mundu. Aty pas kanë edhe kontingenti? Aty është kontingenti i tanë bandës që kam unë. Aja pas kanë falë i fije gjys e gatshme, Po, gjys. Ka mësusa apostafat, ja flash për dy sa ka kanë shkolla, kanë njerëzit. Po, njerëzit po. Kanë mësusa që kanë dhënë mësim. Po, kanë dhënë mësim aty dhe ai për shembull është 16 vjeç ose 17 vjeç, është në klasë 5, a këtë qartë, ose në klasë 4. Kuptoj atë. Kjo është si mas veprimi si ka esë, më thonë, në sensin fal po i him në hak mjekësisë në ku në sensin patologjik ose psikologjik. Kjo se dita e punë, kjo është i herë e shenjtë, si thojnë hyjnore, njerëzore, qytetare, ta na mi pru këta njerëz, mi dhanë këtë pH-in, adrenalinën për me marrë pjesë njetë, por ata që kanë të bum aty, janë kanë të bum aty për tjetër arsye, jo për muzikë, apo kanë, si më thonë, si që janë, po i qujma në azile që i mledhin, edhe psikologët e këta mundohen mi këthy njetë pikrisht të njerëz 15 vjeçë që janë klasë parë. Po, ashtu. Ashtë i numër. Kontingenti është kret i ndryshëm. Bukur. Janë shumë vetë që nuk bajnë për atë punë, janë edhe shumë vetë tjerë që bajnë për atë punë. E këta për mi dasht mi banë për atë punë, unë ma për para se kur gjanë kam shikju a ka veshin. Sigurisht. Këto edhe perceptimi i fjalëve nuk e kanë perceptu fjallën mirë. Dhe në atë kohë u bashin me nerva, ka herë më shashin. Jam dakord, ata pjesën që do t'i përshemu ti i ki afru një kitarë, po thona. A dishin në trunin e tyne se qa kitarë? Absolut, asisa. I këtë dështë. Asisa. Këtu do t'a levrojmë edhe muhabetin për hirë të spektatorës, se më duket se këtu është e bukra, edhe këtu është merita dhe punë shtuj. Pra, në një grupë prej, po thona dhe 12 vetë. Ja, 22 vetë janë. Bukur, fort. Kanë kanë 30, në ata 30 kanë met 22. 22, të cilët një band e mirë fill do të prej të kornojo, i keni hek të tramat, dhe ju i keni vunë dorë, se këto është historia shumë interesante, si ka mundësi bepit e shti, gjithse cilit prej këtëne, mi dhanë kitarën, mi dhanë akordin, trombonit, mi dhanë trombonin, notën, që ati i duket si ka zënë. Po. Mirë, po mentaliteti, që është shumë interesante, morbo, dhe që dhe me thonë, kja është një detyrë fisnike, që këta njerëz të cilët, në është të hangër bukën, kanë kujtu se kanë dorë
po thona, në Tarnagopin, mi këthy mi ba me vesh, mi ba me kënu unison, mi ba me kënu në formacion, mandej ti me sa diu ti i ke quë dhe i ke shpërda këta, e kjo dhe t'ishte aja interesantja takimi i parë me këtë grup, si të priten edhe si u more me ta, fillimisht. Ke kanë veten? Kam kanë bashkë me Ninin, me Nino Gjinin, kam kanë edhe një viola paqrami që ka kanë atë. Të njerës hekrit që dërohen. Kena shku klasë në klasë, kena thash, kena ba dur të rëkitje për me mujtë, për me pa a kanë vesh apo s'kanë vesh. Për gjatë tjetër nuk u bate fjallë. Si fillimi herë? Nuk u bate fjallë për asistant. Sa vetë ishin? Na kena marrë rreth një 20 veti herë pa. Kjo shkollë që i keni gjetë? Kjo shkollë që i kena gjetë. Dhe për herë të parë, nuk po del për herë të parë, po kanë fillu që me e vu bukinin, po me e vu bukinin që ka dhe një diçka sekret, sepse duhet me kenë me lam mirë, duhet me pas ku është basi baritoni për shamu, duhet me kenë busë të trasha. Po shqipëri që atë momenti që i thoshe për më? Një ashtu u fuqen... Si me thana keme nes? U fuqen frymë tyne, i thoshe tërhiqe, kemi rak kështu, kemi hap kështu, kemi ba këtë, kemi fry këtu, se fryshin bullshit, këtë mënyrë. Po jam me shku të bullshit, po me i pas... Kështu për fizharmonikën, kështu për trombën? Ja, trombën, që kam... Unë aty kam trombë, bariton, tenora, kam bastubin, kam trombonin, jazz. Ma mena kalojnë perkusioni. Perkusionin e kam këtë plot. Jazz, gren kasen, sisteren, pjatat edhe triangulën. Do me thanë, në tanë bandat e tanë që kam pa vetën, në bandat ma të kompletume të gjithë sektorët i kam të plotësumë. Pra, mund të nëjmë bandna, por mund të nëjmë për shembull 2 tromba, një trombon, një bas, e tjerë, edhe kjo quhet pamparë. Por me pas të gjithë grupin që i përket një bandet, vetëm të kjo band gjendet. A më rritën me njoft notat kur ja shtrove, masi hoqe, si thujtë, zitë u lidit për mi vu bukinën, mi majtë godi, mi ba atakun, me fillu tanë për herë, a filloshin dikush para, dikush mrapa. Pa tjetër. Ta duhet mi ditë. Dikush para, dikush mrapa, po... Dikush i ka në shpi, dikush zumira. Zumira sa herë. Do që ke ka mararën me fjetë. Unë jam kaq i lollën, e kaq i mërzitën në këtë lloj zanatet sa s'ka si bahet, sepse është një lollje që zdi gjakush për me thënë. Ashtë të këtë të Dhe shumë herë kam dasht për me elan. Me në të zhë, se ke elan, ki arë të pikrit që se ke elan, se thot njani, që me thanë sa ndërru plake, kena jetu mu plak, pra ti ke jetu me ta për mi ba. Në sensin vizual, sa ko të mori për mi, për informacion. Kja i herë rrallë parë është një mision i herë, nuk bëhet fjallë për mo pagu i herë, as bëhet fjallë. Nuk hina ta unë. Dhe kjo është një mision që ma kanë caktu edhe ma kanë lanë, dhe unë kanë ardhë shumë muzikanta, deri Ilir Zoga ka kanë, Admir Leka që ja dirigenti i bandës qytetit Shkodrës, të gjithë kanë ardhë, por nuk kanë mujtë për me e ba, kanë me 3-4 muj, 5 muj, 6 muj, dhe ata më thoshin bepi e i fort, për nuk ka punë e fort, më të shi, kjo është një lloj misionit, unë ja kam vu detyrë vetit që një kjo mision unë me e ba në matë përsose. Marë bajtë për të zëtë me e pas, një në shpijë dhe ke, mundet dhimje ke, ase kja është për kushtimatësor. Të shti, kanë më rritë në një vend, në një stat. Sa ko thë me ke ba me e ba? 20 vjetë, 20 vjetë jam që jam me këtë bandë, dhe mas 20 vjetëve është diktu... Kanë lanë qfaqen e parë? Ja, qfaqen e parë kanë lanë mas 2 vjeqë. Këtë pra, duke mas 2 vjeqë. E kena lanë të holli teatrit, ka kënë kryetari bashkijet kë Luka, dhe për me mush bandën, kishe fut edhe 2 kitara, që unë i kam panë që në Norvegji edhe kitara ka, edhe fizharmoni ka me bandë. Kur e panë vedin se fillune me mësu? Mas 2 vjetëve. A fillune me a pas kane këtë punë? Pa, shumë. Ashe? Shumë, fillune me a pas kane. Sepse fillune edhe me mira ka i fije. Sepse Qabana krijova disa kanë qytetare shkodrane. Tararam, pam, pam, tararam, pam, pam, tararam. Ato, përveç që fillun e premiera, se unë ja di diapazonin e tyne, unë shkruj për këto banda. Dhe, është hera parë, me të tanë drejtën e shpirtit Sandër, që unë
kam shkruar, kam bërë orkestrim me bandës, as më ka shku kur më nërmend që për me bandën e me orkestru me absolut. Por unë të ja ditë pozicionin e tyne dhe të ja ditë se deri ku këta më rrinë, unë kam zjarë, kam bërë një lloj programi të mrekullueshëm. Sa që ma ka lakmi tani ma dhe i vogël. Nuk njihet band në Shkodër, në Shqipni, në Ballkan, edhe në Europë mund të them, më të mirë se sa kja banda qashtë e qytetit. Si ka mundësi që ke pas po quajmë në hyqëm, se një instrumentist që është profesionist, vën partiturën për para dhe s'del, një dirigent i mirë, një thotë nale, fillë e prej fillimit. Si ke pas po quaj guximin që asnjëri prej tyre mas i kanë fillu, pra kanë implementu, nuk ka dal. Se mundet me kanë tira, s'do me rama, thotë ai. Është e vërtet kja. Ka të ku, edhe në qfaqem, ka të ku, s'du mira. Ose miran që vetë, ja kreta sa që i ke dhanë ti. Ose mo që unë kam fill, e me dal me i, pa pikë problemit, por unë kur nuk kam ba asë edhe debatit kur me ta. Sa që unë hashe prej mrena prej vedit, si unë mas me ken i zotit për me lanë gjevap filani që më erdhe, ose me ardha të e marrë me më thanë mu, zumira heqësa, po si mas mira me i thonë betën, ti me nëj aty me në nini, as me nëj me të nej ty, as kërkan zu, edhe do me i. Pa bjerë me se i din bukër? Mirë po, kja, unë s'kam pas kur nga të res me ta, as i herë. Bukër? As edhe i herë. Ana psikologjike kja. Këta njerëz, a kanë tafërn, pa për me amenda? Janë tanë prind që vinë atë, dhe ata prind bile, mu më kapin e më puthin e më rokën, që i ke i bati, si i ban ti, thot. Që jam të i bama, i thamë vetën. Jo po jeni ju këtu, po na kena një, ti ke 22, edhe 25 vinë atë, edhe rrinë tanë qëtësi, rrinë tanë nga ditu, sa hapi gojnë tanë rrinë ishtu. Vetën të më nëjmu, vetën të më shikju mu. Falë, në kohën e provave, që më thonë, nëse kena prova në 5, masi fillu në mu mësu, mu shtru, sepse ba me hinë detaje, nuk e ke i den, aja është mu ba film. Ashtë sinqerisht mu ba film kja që a thuti, e qa ke arriti. Kur fillu në mu mësu, si me thonë, nëse në 5 keni me arë në prova. Dakor? A vishin tanë për i herë, a një tesh, një gjartë, një tesh. Një gëzët një, po të thotë bebi diqka. Kena ikë prej asaj shkollë të redetore, kena arë të dëshmorët e Prishtinës, dhe aty s'kena lujtë vandit që të gati 15 vjetë. Nese. Por di me thani këtë, në kjo pëse unë i thamë me arnë 2 gjys, ata 1 gjys kanë për detyrë për me kenë aty. 1 orë për para kanë për detyrë për me arnë. E mësu në disiplinën artistike. Shumë vetë që mi kanë pru mu, ka pru se këtu është një staf, nuk është bepi vetën, po bepi i drejtën e bepi është në kytë kësaj pune. Por është dhe staf. Më ka pru Kastrioti një të zhvonë, të zhvonë. E më thotë, ke me marrë, thotë, një person, thotë, ka marrë një vajzë, thotë, një shnosh, thotë, kështu. I thamë birë, i thamë vetëm, e marrë nuk s'kishte asil dhe perceptimit me bandën. I thamë, mirë asiste, si thamë vetën mund të apus këtë. Aja vjen me knasin matë male. Të johë me knasin matë male, vjen me njërit vetën, aty se s'për napim emne asë si zonë, dhe thot që është 19, thot nuk ka darë, thot i ke njëri për shpijet. Po pse më i thamë vetën? 19 që ka ardë demokracia, thot e kanë bullizu. Tanët atë ma hasë, tanët atë midu, kja është nështë, kështu, aja dita s'ka dërë ma. Kanë ardhë ma ka pru mu këtu, aja të shtej alloran mas mejet, alloran mas tanë ti ka la blekut. Edhe Kastrioti është njeri i këndshëm për këtë punë, sepse të tanë që kena daklinje, tanëve, ne ja festojmë atë. Atëherë, ju keni dalë të shti paksa e lame, kalumen erdhe, nuk banë artista në të njërën e të ne. Keni dalë pak prej konturëve të shkollës, keni shku në i qytet, keni banë qfaqe, më interesojnë, po? Po thuj se në Shqipni, kena shumë në për të qytetet. Në Shqipni, si ju kanë përit? Na kanë përit shumë mirë. Të zhvonë kena kënë në Elbasan, në Allane qytetarë nërit fillë, ju jeni qytetarë të nërit të Elbasanit. I të thëmë, si është e mujtë me kryetari bashkisë vetë, si është e mujtë po tha. E meritoni tha, se qa bane, erdhen e një 2 veta, 3 veta që ishin po të njajtet... Ka dhe nërë qytetet tjera? Tjetër, sa dëshë, aja kishtë arë me po e shqipshe që në kena ba një bela që unë kena ba, e shqipshe që ashtu i kënu, e mora prej atë e futa në skenë këtu. A lidi ideja, ose a keni nëj emisar që këtë
Mas me majtë monopol në kuptimin e mirë të fjalës, po kjo është një meritë e mrekullueshme. Me përhapur në qytetet tjera, është e mujtën, ndoshta me pas një ambasador të këtij. Po mu më intereson qyteti i herë edhe këtu punon, po kot po ta drejtoj si pyetje, si Ja. Qyteti i Shkodrës është me shumë shans që janë qyteti i Shkodrës, sepse këtu punohet. Kur tham punohet. Sigurisht, qyteti i kulturës, kjo dihet e punë. Është tamam qyteti i kulturës, sepse unë kam kryer një pjesë të shkollës nalt për bandat e qytetit të Shkodrës. Po. E kjo është Kam përshtypjen se kera Kornos. Po, Kornos, që është 1887 është banda e parë në Shqipëni, që ka pas një italian. Por kjo nuk do të thotë që e kanë pas trashëguar. Kjo është vetëm nëpërmjet punës tonë që ata u trashëguan. Vetë fakti që ju keni bë këto njerëz me aftësi ndryshe, mira bonds kallëzon se ata që janë mirë të bonds, pra kanë lënë gjurmë të thella sa dashje pa dashje e kanë lënë impakt ata. E kanë bë edhe ata lloj moshat janë të ndryshme thotë, ja kanë dhënë infeksionin, moshat thotë janë të ndryshme, si variojnë mosha me moshë, nuk janë tani moshë, Ja. Nuk ka rëndësi pse janë dikush më i madh, dikush më i vogël, një mall fort i bjen po thona fyllit e një i vogël i bjen bombardonit. A kupton sa ndër? A keni kriju si numër tamam atë ekipin e bandës që quhet vërtet band. Edhe e treta, ajo vinë, vazhdojnë me u lënë, domethënë non-stop veglat, nuk ju lënë gja mangut aty ku ka fillu stati dhe ato që ju kanë nimu, a janë sot të interesuar dhe i vjen mirë që ju keni pru bandën dhe në këtë krah? Po, shumë sepse na marrim pjesë për çdo festival që bëhet në Norvegji. Kryetërisht bilesimet kena kanë, Bravo. Në qershor kena kanë, dhe me të thënë drejtën e sandë kena lënë nam sepse kena kanë në bandat më të mira që ekzistojnë. Bravo. Ja pa, është alli respekt. Ata kanë festu 100 vjetorin e bandave me këto fëmijë, sepse grumbullohen, sepse Norvegjia ka shumë ishuj. Dhe këta gjithë ishujt vinë në Norvegji, në Oslo, kryeqytet, dhe nepet shfaqja. Po jo vetëm aty, nepet edhe nëpër qytete tjera, si më thonë, Tiranë nepet, po nepet edhe në Durrës, në Gjinokastër, Shkodër, Elbasan. Po jo, kja kallëzon me vëllai korrektes, përveç se artistike kja kallëzon edhe korrektes qytetnimit, si që ka pas qyteti jonë ja marrë shatligën, sepse me standardin që ka në Norvegjia, ata kanë thënë hajma që po ja napim. Ju keni bë bravura atje, kjo është respekt që keni kallëzuar për vendi, për vendin e për fëmijët, që me ata fëmijë kanë ata të meta, po kështu i kanë arrit me dal me dinjitet edhe unë kam kanë tingëllojnë, jo keq mor burr, se nuk ka gjë vogël e punë. Po tjetër kund përveç Norvegjisë, keni bën ai turne këtu në Ballkan ose jo, Tiranë kena kanë, Elbasan, Durrës, në Korçë, kena kanë të Adi Gjebrea, në ka marrë. Bravo, shumë bukur. A janë sensibilizu për shembull Ministria e Kulturës se këta se e dëni farë suportit, kam përshtypjen. Kam dhënë shfaqje, tash se më dole bukur. Kam dhënë shfaqje në Tiranë, te një kinema Bero që ishte. S'ka rëndësi. Edhe masi si lame, atë morën intervistë, kush jeti, si jeti, që jeti, si është e mujtune, kush e ke ba, si e ke ba, ishtu, po e spjegoshe, pak a shumë përja, detajat shkurt. Po në ishte zëvendës ministra e kulturës. I bajzere ishte, se kush ishte, se... S'ka rëndësi, ka rasti që s'ka gana si jenë teatër, vazhdo. Tha mu, tha një tha, po nësi nuk e dina, tha që në Shkodër ka kja bandë. Po më falë më izoj, tha vetëm, s'po di se kush je. Ja për tjetër që ishte me të, thot, zëvendës ministra e kulturës. I thëmë, po, nuk është faji jam, i thëmë vetëm për këtë punë, i thëmë vetëm për mu. Mu më kanë ardhë, më kanë thënë, këne jam kreti gatën, unë kam një program që e kam mundësi për me lbiz me këto, ku t'i bushet menja, e ku t'na thrasin, e ku t'na kërkojnë. Kështu që nuk e din, shumë vetë nuk e din. Kja është edhe unike, Malbor, kja është i buri që Ema Andreja më ka ba një surprizë fort, më tha, bep, tha, kam qef, tha, në përmjet tjerve, se mos më jekta së dite për e tonë, në përmjet tjerve, më tha, bep, tha, unë kam qef, tha, për me marrë, tha, për një kështu, për me baj shfaqje. Nana e ti gati shumë, të shqa kërkëm, tha, prej me jetë.
Unë thotë kërkoj autobusin, edhe diçka me hangër të fëmijë. Tjetër marrë 10 metra, mas tjetër asistant thash vetëm. Unë du thash që me mujt me më qute Adit Gjeberja, se këta kanë amull për me ma bëj këtë nërë. Me ma di se ma bëni këtë nërë, thash, gjaja ma madhe në jetë tajme që ashtë. Pse tha? Për me ditë mërë thash, tanë Shkodra, tanë Shqipnia, thash, me e marrë vesh, se kush është i ke bandë, edhe si losin i ke bandë. Ne, se kja vjen step by step, se ta dini hen radhë parë, nuk po predikojmë, po ta dini edhe Zoti, po unë këshë me thani një diqa tjetër, a ka akses për shembull bep mu zgjanu banda, se mundet me pas shef edhe familje tjera, ndoshta i vjen edhe marre, jo sigurisht, nuk mundeni me dalë me i kërku, se në finale kret, po duhet me sensibilizu, kjo është një lloj forme, kjo që po bëjmë na sot sa do pak, dhe në rast se dikush e ka edhe me shef, ja din, është satisfaksion se i keni lanë provat, di që do me thonë për fëmijën e për familjen, me apru aq bukur një jetë artistikisht, me fitu fëmijën, a mund të pasunohet, edhe me vegla, edhe me numër ndoshta banda. Vegla nuk është problem, sepse janë veglat, unë i ruaj me devocionin më të madh ata veglat, sepse janë të mrekullueshme, se po s'kene edhe veglat e mira, me atë lloj fryme që kanë këta dhe me atë lloj implenimi që kanë bëj halli. Ja, flas pra, keni po aty, duhet ta di se qytetari vjetër i Shkodrës. Kanë ardhi të shumë kanë ardhur 10 vet, pas asjani nuk e kishte me qef për me marr për vegël fryme, se këtu kam tan problemin më. Se duhet një vegël fryme, dhe? Vegël fryme, se aja është vegla fryme, se këto kanë shku te 40 vjeçat kanë shku këta. A shë? Po si, po janë ashtë 20 vjet kjo. Çka kanë në repertor? Për shembull, që mund i tesh kanë bërë La Polomen. La Polomen. Pa O shef? E kanë bërë? E ka kry, ma. Unë i kam gjetë tonalitetin. Unë s'kam lëviz, nuk lëvizi. Po mirë atëherë, nuk lëvizi se së mërë përsipër i dashtun, me e siguru se këta kanë ardhur deri këtu, po të shta duhet me dalë publik, me marrim impaktin e satisfaksioni asaj që kanë arrit. Ti duhet me e baj çfaqe me ta, me e thuri çfaqe, me e menu çfaqe. Po, shumë çfaqe. I tesh për të të mirë fill pra një, po quj recital të kësaj bande, edhe me aksesor tjerë. A kupton? I fton e bën një spektakël rreth ore gjys, e dojnë ata. I vesh, bukur dalin, bukur e din vetë. Kështu i kena na, kena. I ke bë. Po, jo një, po kena bë shumë çfaqe. A ke filmuar një herë natën e vitit të ri? Për shembull, për ta. Posaçe. Ja, s'ma ka kërku kush, se ba me kërku krejt gati. Jo të ti, më falë Sandrin, të ti i veshjet janë krejt komplet. Me kostume 5 marë. E ke marë, se the nuk njifit, po s'dojnë, s'keshi mu njoft. Nuk njifin, tesh njihen ata. A njihen, pra, pikërisht për këtë. 10 vjet ata. Po mirë, kjo punë që bani ju, është punë intensive, kjo është punë pa pagume, është vullnetare? Kjo është mision më vëllai dashur të shikoj. Pikërisht, e kuptoj sa e mision, pra. Jo mos se është institucionale, është jetë e bëj punë. Po. Jam dakord mision. Edhe më mirë kjo, a kupton Sandrin, po. Me sensibilitu se dikush ka diçka dorë për me, Nuk e shohim me atë lloj synit sepse tu i pa parasysh sepse këta ka fëmijë kaq janë të kënaqur, e kaq allorojnë mas nesh sa i den se ke. Unë kur dal prej aty dal tan entuziazëm. Përpara se sa me fillu provat, kapi i tham keni kanë shumë të mirë, keni kanë shumë të mrekullueshëm. Para çfaqes i nap një lloj impulsit, jeni të mrekullueshëm. Ka qef me jo smoneni me çka kryt në atë punë. A bëjt prova para sa me dal çfaqe? Na kena provën. Imagjine, më fal zotni, tash. Po të thamë edhe këtë tjetër, ka kënë pandemia që ka kënë, unë me gjithë ta 19-ën, pra 2019-ën, unë s'kam lanë ditë pa shku me ta, dhe edhe print ka ndaj një aty me mu. Dhe dhe me thanë, një salë, një lom 6 ose 7 me 4, që është loma e provave, janë rreth 30 vetë, dhe 30 vetëve as njës në ka zanë, as grip, as pandemi, as isan. As s'kena nalë as një ditë. Jam më nuk e herë që kur ishte koha mirë pash i qitë që jashtë, mirë pa allaja i bate shumë. A dit vedin të shti se ku kanë më rritë në të mënyrë, a ke arrit me e kuptu? E din mirë, sa që edhe në Norvegji kena kënë rrët një 6 herë kena kënë aty, që kena marrë pjesë
në festival. Përpara kanë pas një lloj sjellje jo fort mirë. Mania që me marrë, si me thonë, me hangër ushqimin e me ashtruar. Nërsa të është ba mi pa, marrin ushqimin, e ulin përpara, e hajnë tanë kretë komplet, marrë një tjetër, kush dën tjetër. Mi thonë, mas të nego shatë punë. Një lloj edukatet të përkryme. Por, mas harrojmë edhe këtë tjetën, sepse në shumë seminare që i kam kënë atë, në ka ba, me kënë shumë vujtën për në këtë fëmijë. Për me majtë gjallë. Unë dhe që me diti për shumë gjana, emocionën shumë. Sigurisht. Vetëm një borë si ti këtu mundet me pas këtë pacet, si thojnë, komunikimit, butësijet, edhe Kastriotit cilin e përshnesim se e kam edhe mik, i kam një oftallet, ja dhe në ka kanë borë zotni, ka dhaj vlerësimin maksimal, jo veç për gjetin, po ka gjet njëre, unë në duhun për me e bëhat punë, se mu ma faltan në Shkodrën, në unë të rritëri ditë në pëndoj punët, dhe është gja madhe me thanë, atë që është edhe këtë e banë vetëm bevjarda, po ti nuk e shku rasisht aty, sepse sa për djeni një sekundë se du me të ba prezentimin, Bepi nuk ka ardhë rasisht aty, se Bepi është i formum me muzikën, ka lega din muzik, arrit me muzik, është zotë nën disa vegla, edhe herë mas heret është non-stop në punë, kitarë dhe me vegla, kështu që ata kanë gjetë edhe specialistën e jo pa qëllimun e thash në fillim që këtë djali, këtë zotnia është fjalë pak e punë shumë. Urno. Deshte me thanë për punë të Kastriotit, edhe unë e përshnes, është i mërgullushëm, por është i vetëmi person njërit që mu më ka ba për me nej në të lloj bandet. Shumë herë jam kënë mërzit me të thanë drejtën e shpirtit, edhe i thoshe, Kastriotit më fali i thoshe, por unë nuk mundën për me vazhdu ma. I ka zoshe edhe shkaket se këmë bani kështu, më tha kështu, mas marë borë, tha, mas tha nigu shatë punë. Sa vjetë u banë Bep që marrë? 20 vjetë, pa lujt vendit hiq. Si po lujt vendit, këna, jo ma kesh, unë shpijin, jo, pa lujt vendit. Mu po më vjen mirë, se ka ke ba bandit, se kanë ditë, s'pa ku i ri, ordoni ku e keni bandën në Shkodrës të re. Nigja, unë kam mendimin, vajza se harrova, janë tanë djelm, a ka dhe... Ka varza dhe djelm atë. A man gjallë, vazhdojnë me maj gjallë, me prova, non-stop... Pa tjetër. Sa herë javë shkon? 2 herë javë. Bile, unë e kam për me punu ma të e përse i orë, mas me i lolle, mas me ashtu orë, mu më ka për dhe 2 orë. Ka stres, komplet. Atë ka linda i her ideja... Se po jam me këta. Ja, atë ka linda i her ideja, pikrisht, me ba ritualin, si që banë banda qytetit, me i qitë në për Shkodër bandën. Sa dhe ma kanë balë tjetë bisedin për këtë punë, por ata nuk mundën për mira me ecë. Sepse dikush ma bani do në me i qitë se kështu, me po ata me të tanë dhe në shpirtit nuk mu janë të zëtë për me ecë. Por nejon ata mbahet edhe qepi sepse një tesh mushen 2 herë, 2 vite, që është konkurim bandash në qytetin e Shkodrës, ty pas parasysh se bandat e qytetit Shkodrës, këtu ka fillu bandat për tanë Shqipnin, këtu është edhe konkurimi i bandave për tanë Shqipnin, dhe në të tjera e kam pa kërku për para, se s'po napi me emna se s'na duhet gjane e punë, por zotit tanë lika ma bani një sajneret. Më tha, i ditë bukur, alo, Bep ti e po. Ty të gjova, a mund është, thot, kam mendimin, thot, për me të fut, thot, ty me band, mi përshnet këta, jo me hinë, si me thanë, i thash, ku me e marma, i thash, tani i thash vetëm. Hajde, tha, do të vishta se është konkurimi, në ata fundit, do t'jesh ti aty. Si konkurim? Konkurimi bandave që ja bëhet për çdo vit në qytet Shkodrës. Po sigurisht që ti duhet të kish pse ke pa tytin apak. Ja, po nuk unë kam kërku përpara, po thoshin po na marr bandat, po na marrin drejtim tjetër. Në momentin që shkoni për me lanë çmimet, mas mendoj, aja s'ken bosh, me fut bandën teme, aja është je mundu me i rinovu me pru tjerë, me pas impact, me mas me met një aja se
vjen koha bep, u bashi 100 vjeç bepi Ma ban 100 herë edhe ka serioze ma ban këtë lloj pyetjet. Është e vështirë sigurisht. Aman bep na marr të tjerë, si më thonë, që ti rinovojmë këtë se kanë shku të 40. A mundet marr mu sensibilizu, me dhani donation, me kanë një lloj fondacionit morbur që me majt në kam se kja shumë dakord mahet me misione, mahet me devocione, mahet me tana, po është diçka interesante, njerëzore dhe është në të në risit që ka artistike Shkodra, kja është një risi e veçante ty, bravo t'joftë edhe është knatësi e madhe. Edhe ai dirigenti që ishte kryetar zhurijet, tha popullit tanë Kallabllekut, qo njën kam tanë, ma, kja është banda, ma. U që e ardhe aty, tha, në gjitha, qmimin e parta, edhe yllin e flamurin e tane i keni jota. Kja është banda, ma, kja banda, pa din që të me thanë, ma mirata këta. Po më falë, ju konkurimin e bat me qëfar banda shtjera? Me këshi banda është të modelit tyne. Ja shtetit? Ja shtetit. A pra së tharë, mos janë shtohë dhe për Shqipëni. Ja, bravo. Ka tjetër, nuk ka, në Balkan e s'ka kja është mision kompjuter. Shëllon atë punë, këtu nuk ka, vetën aja band, unë sa momentin që ata më shohin ftyrë mu, edhe kur unë jam basë nofta se s'ma shpërgjigj njënja se ma shtu tjetëri, unë e la, i tham, të shti mu qu edhe me i të shti tanë shpip, se mirë po, ata kërkojnë, ka një sistem, ka dhe një diçka tjetër ma të bukur sandër se Bukina i ka ba me artikulu fjallë. Pa tjetër. Ba me pas sa kryve për flasin, që unë për para, ata ka ba, Allah komunikojnë me njëni tjetër. Sot të flasin e të shajnë, sepse i kam ba dhe me kënu. I kam ba me kënu Lule Baren, i kam ba me kënu ti me jesi një gogje, i kam ba me kënu kanë qytetarë shkodrane. Pas bekimin e Zotit, e punën që ke ba, Zotit ashtë përblef ty, e tanë atë në prindve që i ke kriju knatësi, devocion që i ke ba, pa tjetër mish ata dhe fmit. Por krahës të në bepi, ka dhe talentet të reja normal, pra, jo ndryshe, po kretë normal të cilat dalin herë pas here dhe pasonojnë arkivin e talenteve të reja që Shkodra në kitar, në tromp edhe po mendoj në fizharmonik, ka kanë spikatën vazhdimisht, edhe kja falë edhe punës të Bepit, i cili si përkushtum si qytetar me shumë karat Shkodran, ka punu plot pasion, edhe sonte, unë kam 2 prej të në studien tonë, të cilët janë të talentuar kanë marrë pjesë në shfaqjen tëmë dhe herë pas here kanë korrë suksesin e merituar, të cilët kanë ardhur deri këtu për a fal pikërisht punës së Bepit. Me këta po benoj që je ke pasi fije ma letë se këta përveç talentit janë edhe mishtujt të shtit ka hershëm që ke punë me ta ma shpesh se me ata tjerë, se me ata i ke pru, si thojnë të rezi, po me këta ke pas një herë problem, apo ke lanë materialet të cilat e kanë ma të fështira dhe ti kanë implementu, se unë po menoj një qfaqe ke pru 11 veta, 12 vete herë për herë. 17 vete. 17 vete, ashe pra, që kena hek me i qitë karikat kështu. Edhe patën sukses, në atë dhe patën njerë zakonisht. Ta kanë dalë për qendrës kulturore të fëmijëve. Bukur. Edhe unë kam pas deri në 35 vetë, 39 vetë kam pas këtu në qendrën kulturore të fëmijëve dhe për hir të vërtetës i kam dalë në 2 grupe, kam dalë 17 njënën, 17 tjetën dhe kam punu me ta shumë mirë. Të shti, si me thani fije, kena fillu dhe mu plake. Jo, të shti plak, të telat holl janë, që ti bajtare ka po problemi është se me që i kam edhe në studio sunde, në i sperkat në i grim let, para se me uqu, dhe më thanë të talon tanë falinderimin, për zëmërsisht nëmen edhe të miqve, edhe të dashamirve, edhe të qytetit, i cili ka nevoj për një shtil, nuk i mojë në Shkodrës, është e fështirë me dekë Shkodra, unë përgëzoj si mik, si shok edhe milioner, si i thojnë edhe studios, me që nga ka nërë ta fëmija, po shpërlojmë në fund me i di qatë dërshti, ndesh pak nëjnë tanë barë, ndesh si dërshti. Qatë dërni, jo. Ti a din mira? Na kena përgatit, fakt një Teres Lakrimas, është një pjesë spanjole, nda që po kënajme në dërborë. Qatë dërshti, mërë vështë për hirtë publikut, se po i ikum i fije asaj, si thanë, Hans
platonike, po bravo t'joftë. I malen kodër, I prek luler gjithë me dorë, veç një kosht ma të mirë i shkoda. ty të gjeta luler edhe herë, tu i shetitu malen kodër, Tu i prek luler gjithë me dorë, veç një kosht ma të mirë i shkoda. të gjeta luler. Je vogël, por je plot, ty t'kërkoj unë tash sa mot unë ty t'kërkoj, gzim me ty jetën ta qoj. Eja, lule bor, se me ty do t'furkunor. Eja, lule vor, se me ty do Furkunor. Natën e mirë bashkë, i faleminderit për vëmendjen.